Shqipëri-Serbi, një përballje që përcakton fatin e vendit të dytë në grup. Ish futbollisti i flamurtarit e kombëtares shqiptare Kreshnik Qipi e cilëson të tillë ndeshje në 7 qershorit. Një 90 minutësh ku duhet menduar fusha dhe ana sportive, aty ku skuadra do të ketë dhe mbështetjen e publikut, ndaj mundësit janë që në një grup të tillë Shqipëria të luajë për fitore dhe vendin e dytë. Po, është ndeshje shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme pasi ne kemi një grup Anglin dhe nuk mund të bëjmë tani të fortin, kur thonë në thonjza, djetë që Anglia është Anglia. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për vendin e parë, edhe pse futbolli ka papritur gjithmonë, kështu që ne jemi në luftë për të kualifikuar në vendin e dytë. Dhe konkurrenti jonë i drejt për drejt është Serbia në këtë rast. Prandaj ndeshja e ditës shtunë merr një rëndësi të veçantë. Kjo nuk do të thotë që të tendosemi, të tensionohemi për hir të këtij fakti. Po do të jemi sa më të akseleruar, sa më lirshëm, edhe për faktin që luajmë në fushën tonë. Domethënë kemi një favor të madh pasi kemi publikun me vete, i cili është e sigurt që tifozllëkun e ka në maksimum, se këtë e provuam dhe në Europian, jo më këtu brenda në Shqipëri, po edhe në Gjermani që nuk mungoi. Dhe ky është një favor shumë i madh, mendoj. Kualifikimin botror për herë të parë, sipas Çipit mundësit janë. Shqipëria ka një ekip që luan në grup dhe me lojtar cilësor, ndërsa Serbia një skuadër që bazohet kryesisht tek lojtarët individual dhe kjo mund të bëjë diferencën. Komendet mund të bëhen nga individë të ndryshëm, nga tifoza, nga analistë, nga gazetar. Mirë po, futbolli është futboll. Duhet të jetë i tillë, atë ditë duhet dhe unë besoj që i tillë duhet. Më pëlqeu edhe intervista që ishte dhënë trajneri përfaqësuese serbe, që ne do të luajmë vetëm futboll atë ditë, absolutisht nuk do ta lidhim këtë me pjesët e tjera të aspektit jetësor, ndoshta në rast të politikës, absolutisht. Ne duhet të fokusohemi drejt për drejt tek fusha e futbollit, tek futbolli. Ne kemi vlera dhe kemi mundësira që t'ia dalim, ne kemi një fat, ne kemi grupin në krahasim me serbët. Nëse serbët kanë individ të veçantë që luajnë, ne kemi lojtarë grupi që luajnë ekipe dinjitoze, qoftë në kampionatet të vendeve që kanë futboll zhvilluar, italisë, anglisë, e kështu me radhë. Atë që theksova në fillim që ne rival të drejt për drejt kemi Serbinë në këtë rast. Pasi thash që Anglin po e nxjerrim jashtë pasi dihet ekipi anglez kush është. Dhe po kjo nuk do të na terrorizoj apo të na ngurtësoj, duke na bërë emocional të na kundërsoj, të bëhemi të ngurtë. Përkundrazi, duhet jemi sa më të lirshëm. Është një ndeshje në fundit është futboll. Ne e rëndësishme është që ta justifikojmë, të luajmë mirë, ta meritojmë atë që do t'japim në fushë. Si një ish lojtar që ka luajtur 2 herë kundër një ekipi serb, Kreshnik Qipi thekson se në atë kohë gjithçka ishte ndryshe, ndërsa tashmë edhe pse ana emocionale nuk mungon, duhet që për 90 minuta të mendohet fusha dhe rezultati. Ne kemi luajtur para viteve 90 dhe drejtuesit tanë jepnin shumë drejtim politik ndeshjes. Dhe sinqerisht kemi qenë tepër të emocionuar ato 2 ndeshje. Angazhimi ishte maksimal. Fal atij angazhimi, mendoj që arritëm atë rezultat. Po kuptohet që ti mund të jesh i angazhuar, por nëse nuk e vlera sportive, ato janë të parat. Duhet të jesh sportist kompetitiv në mënyrë që t'ia dalësh. Grupi i futbollistëve që kemi këtë radhë është i mirë duke e krahasuar me ato që kemi pasur në vitet e tjera. Është grup jo vetëm që ka individ me nivel, por kanë kohë që luajnë bashkë, ja njohin lojën njëri tjetrit, dhe mendoj se deri në këtë periudhë që jemi, ndoshta është ekipi që ka më shumë mundësira se ka futbollistë me të vërtet të nivelit lartë. Shqipëri-Serbi do të luhet të shtunën në orën 20:45 në stadiumin Arena Kombëtare në Tiranë.